Rruga se ka duhet të eci në shtkruar me kujdes. Për mbritjen e liderëve të shteteve ballkanike në vendin e caktuar nga Nikoqiri Shqipëria për samitin Bërdo-Briunit u angazhua stafi posaçëm. Jo një, por 2 veta, i përcjelli një nga një shefat e shteteve deri te presidenti Bajram Begaj. Me homologën nga Slovenia dhe me atë të Kroacisë që erdhën më herët se të tjerët, ky pati mundësi të shkëmbejë disa llafe. Këta spaten se si të mos vinë të paret pas Begajt, me që janë edhe themeluesit e kësaj mbledhie, që për mbajtjen e tij si vjet u zgjodh të jetë Durrësi. Në tapetin e kuq si krejt të tjerët defiloi edhe presidentja Vjosa Osmani, që këtu e përfaqëson Kosovën, e që Nikoqiri dhe të tjerëve u foli shqip. Pas Osmanit, qef prishur e disi si me zor, këtu erdhi edhe Aleksandar Vučić i Serbisë. Me që këtë elan të fundit për t'i uruar mirëseardhjen në tokën shqiptare, prej këtu, ky vete të tjerët pas tij ndruan vend. Në tavolinën e rumbullakët të seancës plenare të samitit, Begaj fillimisht ju foli anglisht mysafirëve. Atyre ju tregoi për një rregull që e kanë vendosur. Everyone cannot exceed 5 minutes of speaking time. Kundërshtis pati, po Zhrelko Komšić nga Bosnja, që e bëri këtë gjest për 5 minutëshin e dhënë nga Begaj. Pashpunimi i regional, forcimi i marrëdhënieve ekonomike si dhe siguria e dominuan diskutimin me dyer të mbyllura. Megjithatë, rajoni ynë përballet me sfida të sigurisë, të cilat kërkojnë rritje të bashkëpunimit dhe koordinim më të ngushtë mes nesh. Plani i rritjes i Bashkimit Evropian për vendet e rajonit tonë përbën një mundësi të çmuar për zhvillimin ekonomik. Edhe presidentja slovene e sheh integrimin si masë parandaluese për rreziqet që mund t'i kanosen rajonit. Rajoni Ballkanit perëndimor ka nevojë për një perspektivë evropiane sepse është mjeti më efektiv politik për të siguruar stabilitetin, paqen dhe sigurinë. Prandaj e kam theksuar përsëri sot se zgjerimi i Bashkimit Evropian duhet të jetë lart në agjendën politike. Procesi duhet të jetë më i shpejtë dhe më efikas, por në të njëjtën kohë standardet e besueshme nuk duhet të ulen, por duhet të zbatohen vazhdimisht. Por kaq optimist në Bashkimin Evropian nuk është edhe kroati Zoran Milanović. Një nga problemet më të mëdha për momentin është paaftësia, pamundësia ose ngurrimi atyre që janë udhëhec të vërtet, ose të ashtu quajtur evropian për të folur me aktorët në botë, sepse rrethonat kanë ndryshuar. Dhe BE nuk është më fuqi siç ka menduar derisa fundmi që është. Thjesht nuk është. Samiti që në Durrës u mbajt për 2 ditë në thelb të diskutimeve pati planin e rritjes së BE-s për Ballkanin perëndimor, një instrument ky financiar me vlerë 6 miliardë euro për periudhën 2024-2027, i cili synon integrimin gradual të vendeve të rajonit në tregun e përbashkët të Unionit.